Plan 30 ditor mësimi, tregtim Onineva 4, psikologjit hë disiplin dita 25, veprimi i 4 të llogarinë e provës të setupi perfekt. Dita 25 është dita e filtrimit maksimal. Këtu nuk teston tregun, por teston veten. Qëllimi nuk është të hapësh patjetër një veprim, por të veprosh vetëm nëse shfaqet setupi perfekt sipas planit personal. Nëse nuk shfaqet, mos veprimi është vendimi i saktë. Qëllimi i kësaj dite është të kryesh veprimin e 4 në llogarinë e provës, vetëm nëse plotësohen të gjitha kushtet. Të respektosh standardin më të lartë të cilësisë. Të forcosh disiplinën profesionale. Çfarë do të thotë setup perfekt? Setupi perfekt është një veprim që përputhet plotësisht me planin tënd të tregtimit. Ka drejtim të qartë të tregut. Ndodh në zonë të fortë mbështetjeje ose rezistence. Përfshin rikthim të çmimit. Ka shenjë të pastër refuzimi. Respekton raportin rrezik, përfitim. Nëse mungon një element, veprimi nuk hapet. Setupi perfekt nuk është i shpeshtë. Pikërisht për këtë është i vlefshëm. 2. Pse kjo ditë është kaq e rëndësishme? Deri tani ke mësuar të analizosh, presësh, kontrollosh emocionet, ndjekësh planin. Dita 25 verifikon. A di të thuash jo? A respekton rregullat edhe kur je i tunduar? A dallon mundësinë e vërtet nga ajo mesatare? Profesionalizmi matet nga veprimet që refuzon, jo nga ato që hap. 3. Përgatitja për veprimin e 4. Para çdo veprimi bëj këtë kontroll të plot. Drejtimi i tregut është i qartë në grafik ditor. Tregu nuk është në lëvizje anësore. Zona e mbështetjes ose rezistencës është e konfirmuar. Çmimi ka bërë rikthim të qetë. Shfaqet shenjë refuzimi e qartë. Raporti rrezik, përfitim është i pranueshëm. Nëse një pikë dështon, ndalon procesin. 4. Vendimi për të mos vepruar. Nëse sot nuk shfaqet setupi perfekt. Nuk hap veprim. Nuk kërkon alternativa. Nuk ut standardin. Kjo nuk është humbje. Është fitore disipline. Mos veprimi është vendim aktiv kur bazohet në plan. 5. Hapja e veprimit vetëm nëse kushtet plotësohen. Nëse setupi është perfekt. Hap vetëm një veprim. Vendos kufirin e humbjes në vend logjik. Vendos kufirin e fitimit sipas raportit. Mos ndrysho asgjë pas hapjes. Pastaj, largoje vëmendjen. Lejo tregun të vendos. 6. Çfarë bën gjatë kohës që veprimi është i hapur? Gjatë veprimit. Nuk ndërhyn. Nuk ndryshon planin. Nuk reagon emocionalisht. Rezultati. Fitim ose humbje e kontrolluar. Të dyja janë të pranueshme. Suksesi sot matet nga respektimi i procesit, jo nga rezultati. 7. Analiza pas mbylljes. Pas mbylljes. Mos hap veprim tjetër. Shëno nëse setupi ishte vërtet perfekt. Vlerëso respektimin e planit. Shkruaj. Çfarë e bëri këtë setup të vlefshëm? Çfarë ndjesi shpate? A u tundove të shkelje rregullat? 8. Gabime që duhen shmangur në ditën 25. Ulja e standardit për të hapur veprim. Justifikimi një setupi të dobët. Hapja e veprimit nga mërzia. Krahasimi me ditët e mëparshme. Standardi ulur sot bëhet zakon nesër. 9. Çfarë duhet arrish në fund të ditës 25? Në fund të kësaj dite duhet të kesh vepruar vetëm me setup perfekt ose as pak. Ndihesh shfrehat me mos veprimin. Respektosh plotësisht planin personal. Ndërtosh vetbesim profesional. Përfundim. Tregtimi profesionist nuk është gjueti e vazhdueshme. Është pritje e zgjuar. Kush pret setupin perfekt mbron kapitalin. Kush ul standardin paguan çmimin.